jemi për drejt me Ridvan Tahirin, i cili zakonisht në këto situata është gjithmonë në teren për të ndihmuar. Ridvan, mirë se erdhet në Kosova Live. Përshëndetje. Faleminderit shumë. Ku gjendeni për momentin dhe ku ishit deri tani, cila është situata në teren nga ajo që po shinim? Për momentin sa më rrinë në Komoran, jam drejtim Skënderojt, për arsye se bullëtarët që kanë monitoru prom gjendjen e tregojnë nga tereni që Skënderoj është pak më keq në të gjitha zonat. Kemi pas vullnetarë që kanë monitoru edhe Maljesheven, në Rahovesin, në Gjakovën, po mbi të gjitha Skënderoj dhe Drenos janë pak të zona më të vështira. Më të vështira. Me çfarë jeni përballë në këto 2 ditë, Ridvan, në teren, saktësisht? Përkundër mungesës pajisje që i kemi ne si grupi vullnetarëve, falë Zotit kemi bashkëpunim të ngushtë me shoqatën e kërkim shpëtimit malor, të cilët janë 2 skuadra për intervenim ekstrem. Në rast se s'kalon situata diçka më keq, po kërkohet në nxjerr trupa nga ujë i shpejt apo nga ujë të trubullta. Edhe ato kanë qenë gjendje gatishmërie, falë Zotit nuk ndodha ajo çka pritëm. Po bitë gjitha, ende vullnetarët janë në teren duke monitoru situatën në rast se kanë nevojë për intervenim. Po bitë gjitha jem të po shumë qytetarë Skënderojt që janë mobilizuar, komuna, stafi komunal, zjarfiks, policia, kështu që njerë nuk kemi nevojë të intervenojmë. Sa veta janë në këtë grup vullnetar që po flasim, Ridvan? Në gjithë Kosovën e secilin qytet kemi dikun 50, 60, 20, 30 në varet për situatës që është krijohet. Në rregull. Dua di pak për këto kushte, për mungesën, çka saktësisht mungon, çka është e nevojshme për këtë grup të vullnetarëve që t'ju dalë në ndihmë qytetarëve pa ndonjë problem. Ne si zakonisht jemi kriju për kërkim shpëtim fushor malor për personat shtukur dhe nuk e kemi kujtuar kur që do të ndjen një ditë si kjo. Përkundazi rasti i parë kur ndodhi Skënderaj vërshimet që ishin para disa vite, kanë kërku ka shumë qytetarë apo tham peshkatarë të gjitha gomonat që i kanë për peshkim, në të tilla raste të ne ofrojnë për ndihmë, po deri më sot nuk ne ka ofruar askush. Duke falenderuar vetëm qytetarët të cilët kanë makina off-road, kanë qenë gjithmonë në gjendje gatishmërie për bashkëpunim. Po, Ridvan, deri më tani në Kosova Live na kanë folë shumë kryetarë të komunave, po nga një perspektivë tjetër, meqense se keni pasur mundësinë televizin nëpër komuna të ndryshme, dua të di nga ti, sa keni parë që komunat tona janë të gatshme për t'i përballuar situata të tilla? Me natyrën nuk mund të ketë kërkush fuqi që të ballafaqohet me to. Natyra ka një fuqi jashtëzakonisht ekstreme dhe lufta me natyrën është jashtëzakonisht e rrezikshme. Këto në fakt kam pritë që po aktivizohet ushtria, por nuk e kam pa. Ndoshta edhe kanë dalë, nuk i kam pa, po flas nga vetvetja ime. Në të tilla raste si e kam pa kryetarin në komunën Skënderojt me gjithë stafin komunal, me të vërtetë është për të lëvduar zotrin Lështaku, po edhe gjithë qytetarët e komunës Skënderojt e i madh dhe i vogël, që i kanë dalë ndihmë qytetit vet. Çfarë du me thonë? Kjo është aja që po na dënon neve natyra, për arsye se gjatë operacionet kërkimit disa herë, thamë 100 herë, kemi hasë në përlumej mobile shtëpiake, shporeta, lavatriqe, që s'kanë gju qytetarët e këtij vendit në përlumej, dhe edhe bita lumejt po ne kthejmë prapë në borë. Po. Ndërkohë, ajo që e thatë pra, që me që keni qenë në disa komuna, ju nuk keni parë praninë të FSK-s? Si pas monitoruesve të mi që i kam në teren, ta natën dhe ta dite që kanë qedje, nuk kanë po pjesëtarë të FSK-s, ndoshta edhe nuk kanë mujtë me hasën ta, ose ti në gjënatë që shkemi fjallë popullore, po në të tilla raste duhet të aktivizohet ushtria pikë spari. Se vetëm zjarfikset nuk munden me kry punë, për arsye të mungesës pajisje. Ndërkohë, a ka pasur ndonjë moment kur jeta e qytetarëve ka qenë në rrezik në këto 2 ditë, Ridvan, apo jo? Rreziku më i madh vjen jo nga ky ujë, se nuk është një vërshim ekstrem i madh që mundet mi bardh trupat e njerëzve, po mundet të qenë rrezik nga rrymat elektrike, të cilat në vende nuk është fik rryma për shembull, edhe mund të kenë kontakt me rrymen. Ajo është rreziki më i madh, të cilët ne planifikojmë gjatë intervenimit, nëse him në një zonë me të rrek një familje nga ajo shtëpi, mas pari kërkojmë që të ndalet rryma elektrike. Po. Dhe Ridvan, krejt për fund dua pakës këtë pjesën në një gjendje normale kur jemi, a pak këto vërshimet dhe shiun e madh. Çfarë e sheh që është emergjente që duhet të bëjnë komunat dhe që të mos përballemi me një situatë të tillë, të mos na zë në befasi siç di shumë shpesh?
Nuk e kemi Ridvanin, nëse do të arrim ta kemi... Po, jemi prap Ridvan. Okej, Ridvan, po pësja që në një situatë normale kur jemi, pa shiun dhe pa këto vërshimet, çfarë është emergjente sipas jush nga ajo që shihni në terren, që duhet të bëjnë komuna, duhet të punojnë kur janë në situatë normale dhe të mos na zë në befasi shiu dhe vërshimet më pas? Këshilla jeme është për të gjitha komunat, qoftë komunat Skënderajt, të Drenasit, të Rahovecit, Gjakovës, gjitha komunat Kosovës, te punojnë ma shumë me lumejt të cilat i kanë ofër qytetit, te i mirëmbajnë, te i zgjobitin ata qytetarët e pat dëgjershme të cilat i hedhin mbeturinat në për lumej dhe normal, se aja dikun do të bëjnë një blokadë, do të qetë lumin jashtë ratit. Me të vërtet jemi qytetarë, nuk flasë për të gjithë, jemi qytetarë të pandërgjeshëm në këtë aspektin e hedhën mbeturinën në për lumej. Urojmë që të ndërgjegjësohemi. Që të punojnë sa më shumë me lumejt, që mos presin vitet tjera të ndodhë e njëjta gjë. E qartë. Ridvan, faleminderit për këtë lidhje dhe natyrisht faleminderit edhe për punën që po bëni në terren. Faleminderit për jush.